ping-pongut në Kosovë, zhvillimet, sukseset dhe planet e Federatës së ping-pongut. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi dhe mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Kraci edhe për neve që të kemi në studio dhe të diskutojmë pak për sa i përket ping-pongut në Kosovë, edhe nëse mundesh pak më shumë me na informuar detajisht për sa i përket zhvillimeve aktuale të ping-pongut. Ping-pongu në Kosovë për momentin qëndron mirë, edhe pse gjatë vitet kalume kena pas vështërsina, kena pas edhe me rekvizita, kena pas edhe me infrastrukturë mirë, po tash të pas parasysh që edhe vendet evropiane po na ndihmojnë. Kemi mbështetje edhe të sponsorave, si që kemi stagun për momentin, Federata e ping-pongut e ka stagun, e cila ka pru tani tavolina të reja, 2024 kanë orë tavolina të reja, qëndrojna mirë me trit e ping-pongut dhe me trenerat janë duke u zhvillu për para. Në të kalume pak kena pas vështirësi edhe për shkak të aktiviteteve, jo shumë aktivitete, tani Federata jonë ka aktivitete të ngjeshura. Thuja çdo javë ka aktivitete. Bile tash vitin 2025, ta shikosh kalendarin ka gara të shtuneve dhe dileve. Për shembull shtunë ka gara ekipore, të cilat marrin Superliga dhe dileve ka turne të ndryshme. Këtë dile bile kemi pasur 2 evente. Ka qenë në eventi i grup moshave U17 kampionati individual, ku kanë marrë pjesë rreth 100 pjesëmarrës, 60 kanë qenë meshkuj, dikun 40 diçka kanë qenë femna. Rivaliteti u koni fort, ka dalë fitues një djalë nga Gjermania i cili ka në shtetësitë Kosovës dhe një vajzë prej Prizrenit. Mirë po të shikosh këtë lojtë janë bile pej mesit, pej qerek finales, gjitha është rivaliteti për afërt dhe ka lojë shumë të mira. Pas atij eventit, e kemi pasur edhe një event tjetër i cili u majtë grumbullimi i elitës ping-pongut, të cilën i kam ftuar si drejtar, kanë qenë lejtarët elitar të ping-pongut, si për femna ashtu edhe për meshkuj. Jënë konë dikun rreth 20 pjesëmarrës, femna dhe meshkuj, 5 trenera, 3 sparring partnera. Kemi pasur edhe disa fëmijë aty që na kanë ndihmuar, e cila mundon me kohën e ardhmja e ping-pongut që u dal shumë bukur. Edhe eventi ka zgjatur 2 orë, pastaj orë kryetari dhe nën kryetari i federatës kemi marrë një diskutim rreth pengesave të sportit, ku po na pengojnë, ç'a na vijnë. Kemi bërë diskutim të hapur me këtë lojtarët, të cilët disa i kemi ftuar edhe që kanë kontribuar shumë ping-pongun tonë dhe na kanë ndihmuar rreth ideve dhe tarmës të fëmijëve ç'a mundemi me bëu në tarmën. Po kur jemi këtu te kampionatet individuale, sa është rëndësishme edhe për zbulimin e talenteve të rinj në këtë sport? Sa janë të rëndësishme këto kampionate? Për zhvillimin edhe për zbulimin e talenteve të rinj? Kampionatet edhe turnet, zakonisht kampionatet individuale janë më të rëndësishme se kampionatet tjera. Për shembull ka turne memorial, ka turne të ndryshme, mirë për kampionatet individuale ne i quajmë si më të rëndësishme dhe më pëntuese janë kur të marrin pjesë. Për zbulimin e talentave, unë zakonisht si trener, si drejtar, çdo kampionat më duhet me shku për shkak të zbulimit të talentave. Po nuk mjafton vetëm kjo, se ndonjë talent shorti gjatë garave qëllon me ndonjë lojtar më të fortë, ai është talent sapo ka filluar stresi, ping-pong ndikon edhe përvoja, pastaj nuk mundet me tregu vetëm, po ne si drejtar dhe trajnerat klubeve do zakonisht të shikojmë në klube, dhe unë si drejtare kam të detyrueshme të paktën pe anës time, të shkojnë të vizitojnë në për klube dhe në treningje dhe të folim me trenerat e klubeve, se cili lejtar është më aktiv, cili është më talent, ta shikoj vetë, a ka mungesa. Neve pa tjetër na duhet që lejtarit të jetë i sjellshëm, të ketë trening shumë, të mos mungojnë aktivitetet e tija. Për shembull unë kur t'i veti trenerat zakonisht foli marrëdhëniet me prind të lojtarëve që si kanë talentave të vogël, se për zhvillimin e tyre neve na duhet si federat të mbështesim ata që vinë në trening të klubeve. Për shkak se edhe klubet zhvillohen, edhe lojtarët shkojnë për stërvitje më gjatë, të cilët e bën zhvillimin më të madh. Po, me që jemi këtu të talentët e rinj, sa është interesimi, në çfarë niveli kemi interesimin e të rinjëve për sa i përket ping-pongut? Për shkak të shkollave tani, janë disa dhe fshatrat që si kanë kushtet mirë, ka njerë une
rastisi që në klubin tim të vjen nga fshati, është shumë talent, po kushtet të vështira me udhëtu, mu këthy. Mirë po të na ndikon në zhvillimi edhe ngritja e cilësisë edhe masivizimin ndikon edhe përmes shkollave. Sepse kur shkollat janë aktive edhe miren me aktivitetet e ping-pongut, për shembull në shkollat e Voshtrisë, kam në shkolla dhe arsimtar shok që bojnë aktivitete të ping-pongut dhe ata lojtarët edhe fëmija zakonisht rivalitetin që e kanë ose humbjen që e bojnë mes veti, thonë du me shku me ushtru që për me mujt ato, edhe kanë, për shembull, unë e kam një zonë që për shkak kësaj arsye sot është shumë i fortë edhe ka suksese në federatën tonë, a për këtë arsye orë. Kështu që neve na vjen shumë mbështetja për shkollave në të gjitha komunat. Gjitha komunat që miren me shkollat, shkollat që miren me sportin, neve na ndihmojnë shumë në për klube. Sepse shkolla edhe arsimtarët e kanë fokusin se ai e shes si talent, mirë po e orienton në klub edhe monët arsimtari shumë let me orientu në çka është talent. Ai e shes sepse arsimtari besoj që gjatë verës edhe dimnit bojnë aktivitete edhe sporteve tjera, mas të i mundet mja gjithë talentin, mirë po për më forcuaj dhe për më bo më i mirë duhet të vazhdoj në klubet e qytetit. E cilat janë grup moshat që kanë më shumë të interesim në ping-pong edhe që merren më shumë të me këtë sport? Tani të nanë federat, thuja të gjitha grup moshat kanë interesim të jashtëzakonshëm. Duke u nisë për grup moshave U13, U15, U17, U19, U21, e në senior zakonisht marrin pjesë edhe pe U17 ose U19 që bëhet një rivalitet shumë i fortë. Edhe zakonisht dikon kur bëhet për senior shkojnë dhe 120-30 pjesëmarrës që ta shikoni është mrekulli veç sa lojtari bëhet, sa është bukur ta shikosh. Si shkon pjesa organizimit kur janë kaq shumë lojtarë? Që shkon pjesa organizimit edhe a ka pas në ndryshim gjatë këtij viti që i keni bua edhe këto kampionatet individuale? Po them në procesin e organizimit të këtyre kampionateve. Zakonisht, organizimet e kampionateve individuale nuk ndryshojnë shumë. Veç për shkak nëse është koha shumë e limitume, ose ka shumë pjesëmarrës, atëherë ndonjëherë mund të ndodhë mos me pas grupe fare. Po nëse ka kohë dhe koha, për shembull në kampionatin individual të seniorëve, është dashur me mbajt 2 ditë federata e ping-pongut të na. Sepse masiviteti shumë i madh edhe që duhet patjetër me mbajt edhe në për grupe, sepse qysh organizohet në këtë mënyrë. Ai që ka shumë pojena, ai shkon zakonisht është si bars, edhe ai nuk vazhdon në garën e grupeve. Mirë po ata të rinjtë edhe që s'kan shumë pojena, ata vazhdojnë pej grupeve. Kështu që zgjat kogja shumë dhe pastaj pej grupeve kalon në skelet, ne i themi në skelet, dhe i ka edhe 5-6 ndeshje aty të forta që do të me fitu, sepse ata që bortën në skelet, se cila lojë është më e fortë se tjetra, dhe të arish në finale, si kur femnat ashtu edhe meshkujt, edhe 2 ditë duhet të ketë aktivitet për më kry një kampionat individual si që ka qenë i seniorëve të na që kur më i rëndësishme, edhe ka qenë shumë i suksesshëm edhe organizimi ka qenë fenomenal. E zakonisht garat ekipore ndrojnë organizimi. Mundet për shembull federata gjithmonë në rregullat e ITTF-it, federatës botërore, që janë disa mënyra që mund është me bo me lu k'ekipet. Për shembull dikun mund është me bo me 4 lojë, dikun mund është me bo me 3 lojë, tani te ne është 4 lojë, ka dhe qift, për shembull 3 lojë luhen individuale, pastaj është edhe double që luhet me çifte për më bo më atraktiv dhe kemi bo që të zgjat më shumë që lojtarit të bjen 2-3 ndeshje të luajnë, përpara ka qenë me 3 fitore, kështu që lojtarit ka mujt mira me 1 ndeshje më kry, tash është më atraktive edhe është vajtja ardhe, zakonisht në garat ekipore, tani federata e ka bu vajtja ardhe, dhe se cili edhe vizitojnë qytete tjera, edhe na bjen me udhëtu, edhe ka rivalitet shumë të fort në Superligën e Kosovës, të meshkuj dhe të femnave. Si duhet një lojtar me u trajnu ose me u stërvit për ping-pong? Na trego pak për këtë pjesa, duhet çdo det me praktiku? Kjo pyetje shumë e mirë, se zakonisht të na mendojnë që si të mësosh me mbajt topin pak mbi tavolinë, u kryqës. U bune profesionist. Edhe mas nej lejtari kur të shkon gara, e shet që as që ato s'po mundet me apliku
në ndonjë turneja apo ku të shkojnë. Po kjo është shumë e rëndësishme se çdo lojtar duhet ta kuptojë që duhet sakrificë, mund edhe mos më dërzu deri sa të arrin qëllimin. Ka shumë lojtarë dhe ka shumë shok që mes dy vetëve bëhen 5 vjet stërvitje, që është e domosdoshme çdo ditë nëse është një moshë më e shtyrë, për shembull 17, 19, me grup mosha 10 vjeçar, 9, mundesh edhe 3 herë në javë derisa të zhvillohet pak, mirë po grup moshat pe 15 e nalt, unë mendoj që duhet me bo stërvitje çdo ditë. Edhe stërvitje të fortë, që të paktën një lojtar të godet 2.000-3.000 ose 5.000 topa gjatë një stërvitjeve. Po nëse do në mu arrit ma shumë të fitosh kampionin, do të 2 herë në ditje. Pa tjetër edhe stërvitje të fort, edhe saktësit, sepse ping-pongu edhe nëse bën stërvitje, duhet të fokusohesh shumë, sepse vinë shkatësi edhe saktësi. Që kur ta goditësh topin me dita ko me dola në hina dhe pse s'po del, edhe vinë me ditë ku po don me orientu topin me shku, sepse kundërshtari mundet me konë shumë i fort. Qysh me ndonë ti mi abu atina mi amor pëjenin, nëse mi abu me hilin atë formën, mi amor pëjenin, edhe aj me ndonë të njëtën, kështë që duhet edhe mendja të jetë shumë e zhvilluar, sepse në ping-pong pa mendje është vështirë të luash, sepse duke janë njës 5 servave që janë shumë të vështira dhe rrotullimet ka ndryshme. Barëm kur t'ja nisin lojës, ka lojtar që nuk fokusohet hiç të serva kundërshtarit. A aj bombakia armën kryesore ka servën, edhe nëse nuk e shikon dorën se çka po i bën topit, është vështirë ta kthesh topin anena. Ta shikosh pe televizorit duket lehtë nëse ai e pranon. Po të futesh në tavolinë mrena, besoj që është shumë e vështirë. E neve na vijnë lojtarë dhe fëmijët që angazhohen shumë këtë sport, që të arrijnë diçka më të madhe. A praktikohet ping-pongu në Kosovë më shumë si një hobi, apo si një qëllim tamam kështu profesionalisht të arrin edhe të kenë ambicie më të mëdha në këtë sport, edhe sa premton realisht përfaqësuesja e Kosovës në këtë aspekt? Tani për tani edhe në ping-pong kemi filluar të paguhemi në atë mënyrë. Sepse ka klubet të qyteteve që janë zhvilluar edhe mund të blejnë një lojtar të paguaj. Tani ka lojtar që marrin edhe nga jashtë në ping-pong. Kështu që federata e ping-pongut Kosovës tani është një hap më nalt, edhe ka lojtar, mos them shumë, po ka disa lojtar që janë si profesion që e kanë, edhe paguhen. Po ka edhe trener që paguhen, po ka edhe trener që janë volontera ende, për shkak të qytetit. Po për këtë arsye duhet të afrohen edhe sponsorat, qytetit i ndihmoj klubeve, po gjithmonë duke shikuar klubet a janë duke punuar ajo. Sepse unë ndëgjoj shumë... Qëndrojnë klubet në vendin tonë? Po për këtë arsye unë ndëgjoj shumë që disa klubet që nuk bojnë fare stërvitje, ose shumë pak stërvitje, mbështeten ma shumë nga komuna, se disa klubet që shkojnë çdo ditë në stërvitje, ose mbështeten njëjtë, që kur ta barazojsh ato, tani mas nej dëshprimi është edhe, sepse edhe lojtarët dëgjojnë për këto, edhe fëmijët kanë qef të stimulohen diçka, mas nej klubet nuk kanë mjete. Unë besoj që tani në federatën tonë, kjo vetë se ka filluar të reduktohet edhe të nej shpërblimet kanë filluar të ngriten. Sepse me po vitet para proke kanë qenë shpërblime më të ulta, tash tam është një vend po një shpërblim është më i lartë. Për këtë arsye, mirë po në federatën tonë e merr vendi por 2 dhe 3 shpërblime. Kështu që nga komunat, edhe nga qytetet, nga sponsorët, nëse një klub e ka një talent dhe gjen sponsor dhe komuna e mbështet, në atë mënyrën që punojnë shumë, kishte me qenë mirë sepse ata stimulohen edhe bojnë. A jemi më të fortë se shumë vende tjera? Jemi. Sepse ka ndodhur ne kemi shkuar edhe në gara evropiane, na ka ndodhur me disa shtete si Izraeli, disa i kemi mundur pa të lashe. Mirë, po ta shikosh buxhetin aty edhe buxhetin tonë, është dallim shumë i madh. Lëm për të dëshiruar. Lëm për të dëshiruar, bashkë. Kështu që neve na vjen mbështetje si çdo lojtari, sepse ta krahasosh ping-pongun me çdo sport tjetër është shumë i vështirë. Shumë mund, shumë sakrificë don për më zhvillu në ping-pong. Edhe don shumë punë. Jo në mars të këtij viti jeni rizgjedhur si drejtor i përfaqësues së Kosovës në ping-pong. Cili do të jetë fokusi juaj për këtë mandat të ri? Fokusi jam primar ka qenë fitimi ose mas pari bashkëpunimi i mirë me këtë federatën tem
edhe trenerat që i kemi. Pastaj të arrim së bashku një medalje ballkanike ose një vend në garat ballkanike. Pastaj të shkojmë më larg. Për këtë, unë kam edhe plan programin që kam dorëzuar në federat, te kryetari dhe te komisioni që kanë qenë. Tani mbështetja e tyne dhe sinqeriteti i tyne duket se është 100%, ashtu siç kemi folur, dhe këtë veç jemi duke u bindur sepse grumbullimin që i kemi pasur ka qenë fenomenal. Edhe synimi jonë bashkë me federatën, komplet antarët e federatës, trajnerat, është arritja në një vend në garë ballkanike. Ky është objektivi jonë kryesor të cilën kemi me punu pa u ndalur. Dorë Zoti edhe ne të arrim një vend ballkanik dhe t'i tregojmë të gjithëve që edhe ne mundemi edhe pse është sport shumë i vështirë. Unë besoj që sportet tjera janë shumë të ronda. Do shta janë shumë të ronda, ka shumë lëndime, në ping-pong ka ma pak lëndime, mirë po të arrish të bësh profesionisht në ping-pong është shumë e vështirë, mirë po ne nuk kemi mundalur edhe kemi mja dalur me emër të Allahut. Si qëndron bashkëpunimi mes institucioneve, komunave dhe federatës? Bashkëpunimi mes komunave dhe federatës besoj që është i mirë, sepse ka njerë është e domosdoshme të bashkëpunon federata me komunat, se ndonjëherë ka edhe telashe mes vendeve, komuna nuk jep hapësirë për mu zhvillu sportet e ping-pongut, ka njerë federata ka bashkëpunimet mira dhe i arsyeton klubet që dëshirojnë mu zhvillu në qytetet e tyre, kështu që unë mendoj që është shumë i mirë edhe do të më konë i mirë për mu zhvillu ping-pongu. Edhe çdo sport tjetër, federata do të më konë ajo shtylla e çdo lojtarit edhe e klubeve për mu zhvilluna. Edhe për fond një mesazh ose një këshill për krejt talentet e rinë ping-pong, që ndoshta e din që nuk janë kushtet ashtu që duhet edhe hezitojnë me vazhdu tutje. Unë një mesazh e kam për këtë fëmijën që i inkurajoj të gjithë të miren me këtë sport, edhe me sportet tjera. Por jo mu dërzu herët. Ti ballafaqojnë çdo sakrifice, çdo mundi, çdo lëndimi, çdo sprove që e qënë gjatë tërë bagazhit vetë, sepse në fund keqaj bagazhit që e bon, ko me ashtë përbly Zoti edhe besoj që asë të një mund nuk ja up Zoti kërkojna, vetëm do të mos më ndalë edhe me arrit deri të qëllimi. A ka shumë pengesa në çdo lami tjetës besoj. Kështu që unë inkurajoj të gjithë të rritë të miren me sport edhe të mos ndalen, sepse sporti është shumë i mirë për këtë rritë. Zoti Renica, faleminderit shumë për krejt informacionet, për intervistën, faleminderit edhe që ishe pjesë e emisionit Alarm sot. Unë ju faleminderoj juve, e shihemi prapë inshallah me sukseset tona të radhës. Patjetër.